Gazetari Artan Hoxha komentoi gjatë një interviste emrat në listat e kandidatëve për deputet të dy partive kryesore në vend PS dhe PD. Hoxha tha se me listat e Partisë Socialiste Rama ka futur njerëz që mund të jenë ose janë target i hetimeve të SPAK. Sipas tij Rama mori në mbrojtje njerëz të besuar të cilët nëse SPAK do të veprojë do t'i godas para zgjedhjeve. Rama ju ka dhënë një mbrojtje dhe garanci disa njerëzve që ishte të rëndësishëm, ka bërë një spastrim brenda strukturës së PS. Atë që ai e quan gjak i ri, më tepër është supost. Më para PS i merrte të rinj nga freshi, ishin të trajnuar, ishin në strukturat e partisë, i dinin prioritetet. Tani sajoj, deputeti që duam, dhe ka futur një pjesë të emrave që nuk janë përfaqësues. Ka marrë nga LSI, nga PD, nga ata të 21 janarit, ka marrë kryetar bashkie. Rama ka futur aty ministrat e inkriminuar që nga 184 e Dibrës. Në vend që të godiste ata që mund të jenë target i hetimeve të SPAK, që janë ta them një garanci, janë dosje që i njoh nga brenda, vetëm dosja 184 Toyota Yaris, metamorfoza, plumbi art. Nëse i teket SPAK, nuk do çuditesha që t'i kpus një A45 i ka aty. Me sa duket këta janë njerëzit më të besuar që kanë qenë të devotshëm dhe kanë firmosur çfarë u ka kërkuar Rama, por ka goditur strukturën e PS-s ku deputet që kanë kontribuar u ka ndërprer karrierën edhe pse te PS askush nuk flet. I ka futur në lista të mbyllura, i ka garantuar mbrojtje, ka çuar në listë të hapur personalitete të PS-s. Aty ka emra që nëse SPAK do veproj, mund t'i godas para datës së zgjedhjeve. Unë mendoj që duhet ta bëj duke qenë se Rama nuk e bëri, tha Hoxha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.